deklaroj që do ikim 2030, tha. Do e mbyll në 2030. Nuk e di, a kanë kapur mediat e tjera, por sot, kryeministri tha që unë e mbyll, tha, mandatin tim dhe angazhimin tim në politikë në 2030, tha, pasi të kemë futur Shqipërinë Bashkinë Për Evropiane. konë me bëhen kjo. Pra, sot kemi një datë kur Rama vendosi të iki vetë. Se derim sot s'na e kishte thënë që do iki vetë. Pra, mund kishte thënë mund t'jem edhe për 50 vjetë, apo jo? Ne këtu e kemi diskutuar. Në kuadër retorikës momentit. Jo, kam përshtypjen që ne duhet ta interpretojmë kështu këtë gjë. Pra, duhet ta shohim kështu që Rama vendos këtë limit politik për veten e vet. Do të ai mund ta ndryshoj rrugën. Ai e kërkon për shkak të atyre synimeve që i ka vendosur. Unë e kuptoj pse Rama e thot këtë gjë, por unë vetë vendos një datë. Pra Rama na vendosi një datë sot. Të na thot nëse e tha simbolikisht është gjë tjetër. Pra unë po e marr, unë jam një qytetar që lexova sot urdhëroi Stilo Lapsin që mos bëjmë sigur po bëjmë sekretet. Jo, formati e përmban që ne kemi natyrshëm bisedën edhe komunikimin edhe verbal edhe veprues. Kështu që Rama sot na dha një datë. Tani çështja është, a do e mbajnë shqiptarët deri në 2030 në Ramën? Vjen pyetja.